Vazhdojmë me emisionin e radhës Internet Fetva, ku do të mundohemi të përgjigjemi pyetjeve që keni parashtruar të nderuar vëllezër dhe të nderuara motra. Ky emision është iniciuar ekskluzivisht për ju, që nëpërmes këtyre emisioneve të përgjigjemi me pyetjeve që parashtroni. Është e vërtetë se shumë pyetje janë parashtruar, do thotë janë bërë 100 emisione dhe presim përgjigje. Jo çdo ditë kemi mundësi të bëjmë emisione të tilla për të përgjigjur pyetjeve tuaja, por të besoni se të gjitha pyetjet që janë parashtruar me lejen dhe ndihmën e Allahut do t'u japim përgjigje në emisionet në vijim. Dhe kështu që do thotë të keni durimin se do të gjeni përgjigje në pyetjet që keni parashtruar. Ne vazhdimisht insistojmë dhe dëshirojmë që përgjigjet që u japim pyetjeve të juaja të jenë të argumentuara me argumente nga Kurani fisnik dhe nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të jenë të dobishme për ju dhe për mua në jetën e kësaj bote dhe normalisht në jetën kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Lutim Allahut na inspiron përgjigje të sakta, na jep sinqeritet në fjalë dhe vepra dhe na jep dije të dobishme dhe vepra të mira në këtë jetë dhe shpërblimet e tij në jetën kur dalim para Allahut xhelal. Të kemi pyetjeve që janë parashtruar në këtë emision. Pyetja e parë thotë kështu: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nëse pas namazit vërejse në rrobat e mia ka patur papastërti, a duhet ta përsëris atë namaz? Nëse ka ndodhur që në rrobat tuaja ka pas papastërti dhe nuk e ke ditë ti, namazi jot është në rregull dhe nuk ka nevojë për përsëritje ai. Por nëse ndodh që njeriu e vëren papastërtinë gjatë namazit, duhet ta largon atë nëse ka mundësi ta largon, nëse s'ka mundësi duhet ta ndërpret namazin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke u falë me muslimanë në xhami dhe ka ardhur Xhibril alayhis salam ka treguar se në nallët e tija, në këpucët e tija ka papastërti ndytësirë. Dhe i largoi këpucët nallët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe vazhdoi të falet. Kur e pan shokët e tij këtë veprim, edhe ata i larguan këpucët dhe u falën pa këpucë. Kur e përfundoi namazin, tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se i erdhi Xhibrili dhe i tregoi se në këpucët e tij kishte papastërti, andaj edhe i hoqi ato. Jo se kjo është pjesë e namazit. Dhe ky hadith tregon se atë që e fali me këpucë papastërti nuk e kompenzoi. Për me tregu se atë që ti e fal pa e ditë nuk ka nevojë me kompenzu. Por nëse e kupton në momentin kur e kupton, duhet të largosh rrobat apo këpucët që kanë të papastërti nëse mundesh, por nëse janë rroba që s'mund t'i hekish, atë duhet të ndërpresësh namazin, të largosh atë papastërti dhe të vazhdosh pastaj namazin që nga fillimi. Pyetja e dytë me radhë është kështu: nga cila anë fillon formimi i safave? Fillon formimi i safave më njëherë pas imamit. Dhe pastaj ibet përpas i krahut të gjatë e pastaj krahut të majt. Por fillon formimi i safit që nga mesi i xhamis pas imamit. Se kemi parë raste ku njerëzit domodin hyjnë në xhami dhe e kanë dëgjuar hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se me laçet të luten për krahun e gjatë të safeve dhe shkon edhe fillon safin që nga qoshi i xhamis në krahun e gjatë. E ky problem është më evident në xhamitë e mëdha. Dhe ti fillon në krahun e gjatë, a pas imamit mbetet bosh. Kështu që rrugës është dhe sunet është që njeriu të fillon safin pas imamit, pastaj në krahun e gjatë, pastaj në krahun e majt. Dhe kjo është forma më e mirë me të cilën besimtari e plotson safin e tij dhe bën një rregull me të cilën domethënë nuk e bën një rregull me të cilën nëse për shembull imami alivanoset ose i prishet abdesti dhe ky që është pas e zëvendëson imamin, ky që është mbrapa e plotson domethënë safin dhe në këtë formë plotësot safin formën më të mirë. Pyetja e tretë më radh thotë kështu: një njeri që nuk e fal namazin sepse nuk e din çfarë mëdhëbi të zgjedh, si është puna e tij? Na i themi atij dhe të gjithëve: fillo dhe fale namazin. Gjej një hoxh nga i cili do ta marrësh fen tënde dhe fale namazin si mëson ai hoxha yt. Dhe nuk ki nevojë të hutohesh edhe të zhytesh në këto problemet akademike që janë nëse ti janë për të marrë me to, nëse ti
veç fillon të mësosh fen. Je fillestar, don të bësh besimtar i devotshëm, praktikant i fesë, të mjafton të gjesh një hoç të ditur, të devotshëm, që e njeh fen me argumentet fetare dhe ka devotshmëri në zbatimin e fesë, dhe fillo dhe zbatoj fen si të mëson ai hoxha, dhe nuk ki nevojë të mersh si arsye me dhëbet e ndryshme, divergjencat mes tyre, që ti mos falësh. Falu çfarë do qoftë me dhëbi, vetëm falu, sepse namazi është judha e fesë. Namazi është dëshmia e dëshmisë, është argumenti i shahadetit, dhe me të dëshmon praktikisht se je musliman atë që e dëshmove verbalisht me shahadetin kur dëshirove të tregosh se je musliman. Dhe për këtë falu, mos e lën namazin, dhe mos lejo që shejtani të mashtron me divergjencat e mëdhëbeve që ti mos falesh, sepse kur të falesh fiton, dhe kur nuk falesh humb, dhe përgjegjësinë e jep ti, nëse nuk falesh dhe nuk e japin mëdhëbet me mendimet dhe qëndrimet e tyre. Pyetja e katërt me radhë thotë kështu: çfarë të mirash ka trupi me falën namazit, dhe a ka ndonjë hadith për këtë? Sa di unë, nuk ka hadith që flet për dobit shëndetësore dhe fizike që i sjell namazi. Por padyshim se dobit janë të shumta në aspektin shpirtënor dhe imanor, por sigurisht që ka dobi edhe në aspektin fizik dhe shëndetësor, dhe këtë e kanë treguar shkencëtarët musliman bashkëkohor. Saqë në emisionin Namazi rruga e lumturisë, shembull kemi deklaratën e doktor Ferit Aganit, që është psikiatër, dhe i cili ka treguar se një namaz të cilin e fal njeriu është, do thot, baraz me lëvizje, do thot, veprim fizik apo ecje 5 kilometrash. Dhe kjo është dobia shëndetësore që e fiton njeriu nga namazi. Dhe normalisht lëvizjet e ndryshme që në namaz i ndihmojnë besimtarit, dhe kanë shkruajt dietarët musliman, shkencëtarët musliman, libra të ndryshëm në lidhje me përfitimet fizike nga namazi. Dhe këto janë argumente sekondare. Argumentet bazore janë ajetet dhe hadithet që flasin për dobinë shpirtënore dhe imanore dhe dobinë sociale që ka njeriu nga namazi. Ajo është se namazi e largon njeriu nga veprat e liga, e shëmtuara dhe veprat e këqija, dhe fesnikon shpirtin e tij, dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjëra që kishte, do thot, presione, apo probleme, apo ngushtice, apo vështirësi, apo ajo që sot është e përhapur më të madhe si terminologji strese, nxittonte për të falë namazin. Pse? Ai grumbullim i presioneve dhe shqetësimeve nga jeta e dekompononte, e largonte, apo e shkarkonte nga vetja duke falë namazin, dhe padyshim se namazi është adhurimi më i madh dhe më i mirë që ndihmon besimtarin për një stabilitet psiqik, shpirtënor, dhe normalisht për ta bërë njeri aktiv dhe të dobishëm në aspektin social. Pyetja e 5 me radhë kështu: shiko, a ka diçka nga nafilet? Pjesë e hadithit, kur të thotë kështu Allahu në ditën e gjykimit, pra si mundet të thotë dikush se nuk bën kazaja? Për nafila nuk është kaza. Nafila, do të thotë, nuk është kompenzim i diçkait. Suneti dhe nafilja janë vepër vullnetare që ti e bën me dëshirën tënde. Kompenzimi i namazit e dëmton namazin, se ti nëse e fal namazin 5 javë mas, 5 ditë mas, 5 orë mas, ti me këtë e dëmton namazin se nuk e fal në kohën e vet. Allahu dhul xhelal në Kur'an na mëson dhe na thot: inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Me të vërtetë namazi është detyrë dhe obligim për besimtarin në kohën e caktuar. Dhe kështu që çdo namaz e ka kohën e caktuar me fillimin e vet dhe mbarimin e vet. Dhe ashtu sikur se nuk lejohet të falet namazi para kohë, nuk lejohet të falet namazi dhe pas kohë. Dhe për këtë shkak fetvaja se ka kaza e dëmton namazin, dhe kështu që njerëzit dalin ngadalë largohen prej namazit. Dhe për këtë shkak na themi mos e lën namazin kurrë, dhe falen namazin kohën e vet, dhe se kjo ta dëmton dhe rrezikon, dhe lënia e namazit ta dëmton dhe rrezikon imanin tan. Dhe për këtë shkak kur njeriu ka kaluar një kohë pa namaz, dhe pendohet nga ajo që ka kaluar dhe lehtëson namazin vullnetar për të mbushur boshllëkun kohor, jo për ta zënë vendin e farzit, se ajo të është falë me pendim të sinqert inshallahu taala. Pyetja e 6 më radh thot: skuptoj një gjë. Gjërat e imta, si për shembull nëse
del pak avreti, prishet namazi. Apo nëse nuk përulesh mirë në ruku, prishet namazi. Apo nëse del pak gjak, prishet namazi. O të nderuar, misioni im është më i madh, adhurimi i Allahut. Pse gjithë këto mësira, gjithë ky debat thjesht e fali namazin e adhuroj Allahun u kry. Parulla është e mirë, e fali namazin e adhuroj Allahun. Parulla është me vend, por çdo punë i ka rregullat e veta. Edhe namazi i ka rregullat e veta. Për shembull, a mund thuash ti unë e fali namazin, adhuroj Allahun pa abdes? Nuk mundesh. A mund thuash që unë adhuroj Allah, e fali namazin, adhuroj Allahun pa qiyam, pa ruku? Nuk mundet. Domethënë, është e vërtetë që ndonjëherë futemi në detale anësore që nuk e dëmtojnë namazin dhe harrojmë të flasim për thelbin kryesor dhe qëllimin kryesor të namazit. Kjo është e vërtetë, por themi na përderisa jemi bindur se duhet të falemi, atëherë duhet të mësojmë se cilët janë rregullat kryesore të namazit, cilët janë farzet, ruknet, vajxhipet dhe sunetet që ta bëjmë namazin në formën e përsosur. Andaj, kur na ndërtojmë shtëpinë, a thot dikush për neve, unë du ta bëj shtëpinë ta mblej me kulm, s'është më rëndësi pastaj a i jap fasad apo si jap fasad. Nuk është më rëndësi mrena çfarë ngjyre e lyj, thjesht bëj shtëpi. Kur është puna për dunjë, të gjithë na mundohemi ta bëjmë shtëpinë tonë të bukur nga jashtë dhe të bukur nga brenda. Bile mundohemi ta stolisim dhe dekorojmë nga brenda me lloj-lloj gjëra shtesë. Dhe nuk ndalemi vetëm në murat që i bëjmë domethënë me tullat kuqe, edhe ta lëmë ashtu shtëpinë nga jashtë dhe nga brenda. Se shtëpi thuhet edhe asaj që është karajapi apo karabina. Mirë po, na nuk mjaftohemi me kaq, po dojmë ta bëjmë edhe më mirë. Ashtu sikurse punët e dunjos, shtëpiat e dunjos, dyqanet e dunjos, veturat e dunjos, mundohemi të i bëjmë të përsosura, ashtu edhe namazin ton ta bëjmë të përsosur duke i kryer edhe ruknet, edhe farzet, edhe vajxhipet, edhe sunetet dhe duke i analizu edhe mangësitë dhe gabimet e vogla që të jetë namazi i plot, i përsosur dhe me të fitojmë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Pyetja 7 më radh thotë kështu: Përse i gaboj lutjet namaz? Të mungon dituria ose përvoja, ose koncentrimi në namaz. Nëse nuk je fal gjatë kohë, i gabon për shkak se nuk i ke mësuar mirë. Nuk ke përvojë të gjatë namaz, i gabon. Apo nuk je i koncentruar në namaz dhe i gabon. Andaj, shiko, mësoje mirë, përsërit e shpesh, koncentrohu në namaz, nuk do t'i gabosh inshallahu taala. Pyetja 8 më radh ashtu: Çka thua hoxh, a para lufte, a mas lufte në Kosovë falet namazi më shumë? Si e shikon ti këtë gjendje? Me informatat e mia që i kam, me diturinë time rreth gjendjes së muslimanëve në Kosovë që e kam, dhe vizitave të mia që ja kam bë Kosovës para luftës dhe pas luftës, mendoj që tani në Kosovë falet më shumë namaz se përpara. Tani në Kosovë ka një zgjim më të madh se përpara. Tani në Kosovë ka një lëvizje të thirrjes islame më të madhe se përpara. Dhe me vetë faktin se janë ndërtuar me qindra xhamia pas luftës, kjo tregon se me automatizëm numri atyre që falen është më i madh se sa atyre që janë falë para luftës. Dhe kjo është thjesht, nuk është ndonjë statistikë dhe analizë, do të thotë precize dhe e hollë, po thjesht një përshtypje e përgjithshme nga ajo që shohim, domethënë në takimet tona, tribunat tona kështu me radhë. Nga vetë fakti se më herët para lufte, daveti ka qenë i kufizuar, mundësitë kanë qenë të kufizuara, pengesat kanë qenë të mëdha nga pushteti islam. Normalisht me kalimin e gjendjes kaluara dhe pas luftës dhe çlirimit, gjendja liria është më e madhe, mundësia e lëvizjes më e madhe, hapësira e kontributit më i madh dhe alhamdulillah në këtë ka ndihmuar gjithashtu edhe kuadro i madh që është kthy prej studimeve. Tani do të kemi me qendra hoxhallar që kanë kryer shkollimet, madje edhe kanë vazhduar studimet postdiplomike, magjistraturë, doktoraturë dhe janë kthyer nëpër qytetet e veta, janë mbush xhamiat me hoxhallar të ri, ata me elan dhe energjinë që kanë pas e kanë dhënë kontributin e vet dhe alhamdulillah shohim domosdoshmë tani nuk ka qytet ku nuk ka një hoxh i cili është i dalluar për aktivitetin e vet dhe për sasinë e madhe të xhamatit që vijojnë apo shkojnë në xhaminë e tij. Dhe alhamdulillah, kjo është evidente, shihet në të gjitha qytetet e Kosovës dhe kjo është dëshmi ose argumenti im që tham se numri atyre që falen pas luftës është më i madh se atyre që janë falë para luftës. Pyetja 9 më radh thotë kështu:
në aeroplan, a mund të falet namazi dhe ka është kible prej aeroplanit? Po, mund të falet dhe duhet të falet, sidomos në udhëtimet e gjata. Për shembull, udhëtimi nga Evropa në Amerikë që të merr domosdoshmë 7-8 orë apo më tepër, dhe detyrimisht duhet të falesh një namaz në aeroplan, falet namazi në aeroplan. Nëse ka vend ku mund të falesh, ngritesh dhe falesh në kom me ruku dhe sejdë. Nëse s'ka vend, atë falesh në karikën tënde me isharet. Nëse e din ka është kibla, duke i pyet stewardesat që i ke në aeroplan, orientohesh ka kiblën tek tekbirin fillestar dhe pastaj ka që në aeroplani ti nuk ke përgjegjësi se nuk mund ta përcjellësh atë. Pra në fillim mjafton të dish ka është kibla për të marrë tekbirin fillestar, pastaj ka që në aeroplani ti vazhdon ta falësh namazin me isharet në karikën tënde, apo nëse të lejojnë në aeroplan të falësh domethënë me qiyam, me ruku dhe sejdë, kjo është më e mirë. Pyetja 10 më radhë kështu. Sa duhet të jetë xhamati që namazi i xumës jetë i vlefshëm? Ka divergjencë të madhe te ulemat islam në lidhje me sasinë dhe numrin e xhamatit me të cilin të bëhet obligim xumaja. Prej numrit 2 deri në numrin 40 e 700 e kështu me radhë. Por hadithi pejgamberit alayhis salam, ithnani fasaida jamaa, 2 e përpjet e përbëjnë xhamatin, ka ulema bashkëkohor që thonë që nëse në një xhami është imami dhe 2 veta mjaftojnë për të qenë xhamat për ta falë xhamat. Dhe unë mendoj se ky mendim është i saktë dhe duhet respektu dhe mjafton 2 veta e përpjet për të qenë xhamati valid, për të qenë xumaja valid në obligim në atë vend, në atë katun, në atë mahall e kështu me radhë. Dhe kështu që na duke e falë xhuman me 2 veta do të bëhemi sebeb që të bëhen 3, e 5, e 10, e 15, e 20. Nëse e lëm krejt, atë kur nuk do të falim namazin e xumas. Pyetja 11 me radhë thotë kështu: Assalamu alaikum wa rahmatullah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A është në rregull që ti fali sunetet e krejt ditës para se me flet? Nuk është në rregull. Çdo namaz e ka kohën e vet. Edhe farzi edhe suneti. Dhe kështu që muslimani duhet të falë sunetin në kohën e vet. Ndodh ndonjëherë që s'ke pas kohë, ke qenë i angazhuar dhe s'ke mujt ta falësh sunetin në kohë, ta falish pas kohë, për shembull pas namazit tjetër. Siç ka ndodhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, një herë ka falë sunetet e drekës pas namazit të iqindis. Mirë, po jo kjo për herë të ndodh. Dhe kështu që na duhet të mësohemi të adhurojmë Allahun në kohën përkatëse, në formën përkatëse, siç na ka mësuar Allahu dhul xhelal në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe. E jo të bëjmë adhurime sipas asaj që neve na merr mendja. Dhe kështu që kjo është gabim, që çdo ditë të falim të gjithë sunetet në mbrëmje. Jo, po do të falim sunetet në kohën e vet, do të mundohemi të falim në kohën e vet. Nëse ndonjëherë na mbetet, atëherë falemi kur të kemi kohë, por kjo të jetë përjashtim e mos jetë rregull. Pyetja 12 më radhë thotë kështu: Namazi me këpucë, me kundra që po falen shumë të ri, çfarë komenti ke për këtë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhamin e tij është falë me këpucë, sepse xhamia e tij s'ka pas qelima, ka qenë domethënë baltë dhe. Dhe kështu janë falë shumica të gjithë sahabët pas tij. Dhe shumica e namazeve janë falë me këpucë. Dhe do thotë kjo është një sunet për suneteve. Nëse i mundsohet muslimanit ta falë namazin me këpucë, për shembull, kur është në periferi, në vikend, ka dalë dikun domethënë me familje, me shok, dhe kanë domethënë mundësinë të falen me këpucë se është bari livadh, atëherë s'prish punë. Po normalisht që në xhami brenda do thotë për shkak se ka qelim, dhe nëse falemi me këpucë e përllomin qelimin, atë duhet të hekur këpucë dhe të falemi pa këpucë. Mirë, po nëse ndodh që ti je jashtë, nuk i segjade, nuk ka qelim, është dhe s'prish punë se falesh me këpucë, por kjo është pjesë e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që duhet ta dimë dhe ta mësojmë dhe mos mendojmë se ka bë gabim dikush nëse falet me këpucë në jashtë, domethënë në obor apo në park apo ku falet ai, sepse kështu ka vepruar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pyetja e 13 është kështu: Gjatë safit, mundohem të drejtoj safin duke i prek këmbët dhe duke i bashkuar. Por ka që mendojnë se provokoj dhe të rreqin këmbën qëllimisht si duhet vepruar. Normalisht se muslimani kur hyn në namaz duhet të drejton safin. Njëra prej formave me të cilën ai drejton safin është bashkimi i supeve dhe bashkimi i këmbëve.
Por nëse je në situatë që ti ja ke afru këmbën dhe ai nuk e ka kuptuar këtë gjë, madje e ka kuptuar si provokim, ti duhesh të largosh, edhe nuk ke obligim që ti të zgjerosh, do thotë, qëndrimin tan apo këmbët e tua sa s'mundesh. Dhe ti e bëra obligimin tan. Ai nuk e pranoi këtë gjë dhe të rroqi komën e tij, ti vazhdo të falësh ashtu si je dhe nuk ki obligim më tepër se kjo. Nëse ka keq kuptim dhe mendon se me sqarimin tan i largohet keq kuptimi, ja sqaron. Por nëse mendon se me sqarim shtohet keq kuptimi, mjaftohesh me aq dhe del pe xhamis dhe ti nuk ke përgjegjësi për atë që ka ndodhur në atë rast mes teje dhe xhamatit që është fal afër teje. Është e vërtetë se kështu shpesh ndodh në xhamia, por duhet ta dim që muslimani edhe nuk duhet të zgjeron këmbët shumë, por mjafton të zgjeron këmbët sa i ka supet. Dhe nëse çdo musliman në namaz i zgjeron këmbët sa i ka supet, atëherë lidhen këmbët dhe bashkohen supet dhe mbushet safi më mirë dhe do thotë çohet në vend suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thotë bashkoni saft, drejtoni saft dhe bashkoni ato dhe mbushni mirë, ashtu sikur se domethënë bashkohen dhe radhiten besimtarët në luftë. Pyetja 14 me radhë thotë kështu: në sejdë dikush rin gjatë e imami qohet, a është në rregull kjo? Nëse jemi duke u fal me imam, duhet ta kemi parasysh një urdhën të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë ju'il al-imamu li yutamma bihi, është bër imami që të pasohet. Wa idha kabbara fakabbiru, kur imami merr tekbirin fillestar, merrni edhe ju tekbirin fillestar. Kur imami këndon, ju heshni. Kur imami shkon në ruku, shkoni edhe ju në ruku. Do thotë muslimani që falet me imam detyrohet të ndjek, të përcjell imamin. Nëse ai shkon në sejdë, shkon edhe ti në sejdë. Nëse ai ngritet nga sejdë, edhe ti duhesh të ngritesh nga sejdë. E jo të rish më vonë se imami. Pra nëse xhamati rin gjatë në sejdë dhe nuk e përcjell, nuk e ndjek imamin, ka bë gabim. Sepse me këtë nuk e ka qenë në vend porosinë e pejgamberit alayhis salam kur thotë kur imami shkon në sejdë, shkoni në sejdë, dhe kur imami ngritet nga sejdë, ngrituni edhe ju prej sejdës. Domethënë ky njeri që me një të mirë të qëndron më gjatë në sejdë, ka qëndruar gjatë edhe pse imami është shu, ka bërë gabim sepse nuk e ka ndjek imamin, a detyra e xhamatit është me ndjek imamin edhe në raste që ai falet ndoshta pak më shpejt. Por pas namazit atëherë kërkon nga imami, i tregon hallin tan, gjendjen tonë se je shpejtu pak, unë s'kam arrit me të mri kështu më radh, që të korrigjohet domethënë imamin namazin e tij, por jo ti të vënohesh me veprimet tuaja shumë nga imami e me këtë të dash nga përcjellja dhe ndjekja e imamit. Pyetja 15 me radhë thotë kështu: nëse gëzohem dhe fali namaz në shenjë atë gëzimi, pra fal namaz nafile, a është në rregull? Po. Prej sunetit është që njeriu kur e merr një haber të gëzuar, të bën sejdën e falënderimit, sejdën e shukr, të ulet domodin dhe të bën sejdë. Po nëse don të fal 2 rekate namaz për shkak të gëzimit që të falënderojnë Allahun, kjo është mirë dhe më mirë. Pra nuk ka falëndrim më të mirë ndaj Allahut se sa me adhurim ndaj tij. Dhe në këtë rast, domodin, ti i fal 2 rekate namaz nafile në shenjë të falëndrimit ndaj Allahut për këtë të mirë që të ka dhënë me cilin e gëzu, kjo është një vepër e mirë inshallah dhe nuk prish punë. Pyetja 16 me radhë thotë kështu: Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Këta që e falin vetë xhuman, çka është puna e tyre? Është e vërtetë që muslimanët e tanë ndahen në disa kategori. Një kategori që s'falin hiç, veç emrin e kanë musliman. Një kategori që veç bajramin e falin. Një kategori tjetër që veç xhuman e falin. Një kategori tjetër që shumicën e namazeve e falin, po ndonjë ik. Dhe një kategori e muslimanëve që çdo namaz e falin në kohën e tij, në kohën e vet. Dhe kjo janë kategoria më e vogël fatkeqësisht tek muslimanët e tanë shqiptar. Shumica janë prej atyre që falin xhuman dhe bajrame. Dhe ne u themi keni frikë Allahun. Dhe ashtu sikur se e keni detyruar veten të falni xhuman, detyroni veten të falni 5 kohët e namazit. Nëse ju keni arrit sukses nga vlenin ndaj epshit tuaj të falni xhuman, që duhet shkoni në xhami dhe duhet leni punë dhe angazhimet tuaja. Edhe malet e keni të detyroni veten të falni 5 kohët e namazit, sepse për to nuk e ki nevojë, nuk e ki obligim me shku në xhami, mund ta falish edhe në vendin ku punon, dyqanin tan, shtëpinë tënde, kudo që je ti mund të falish namazin.
sepse namazi është shtylla e fesë. Nuk gëzojmë na ta lëmë masdore. Se ai që e shem këtë shtyllë e ka shem ndërtesën e Islamit. Namazi është porosia e Allahut Dhul Xhelal. Është porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shtatin e vdekjes dhe është obligimi i parë për cilin kena me dhënë llogari. Andaj duhet bëhemi musliman që jo vetëm xhumon, por të falim edhe 5 kohët e namazit, edhe me këtë do të fitojmë kënaqësinë e Allahut dhe të jemi dëshmitar praktik të Islamit ton me faljen e namazit. Pra, do të jemi lusim Allahu Xhelal që t'ja pranon adhurimin e xumas, adhurimin e namazit e xumas të besimtarit, por e lusim Allahu gjithashtu që t'u ambush mendjen që këtyre të falen edhe 5 kohët e namazit, se me këto bëhen tamam musliman dhe i kryen obligimet ashtu si duhet dhe si kërkon Allahu subhanahu wa taala. Pyetja e 17 me radhë kështu: si duhet të veprojmë për faljen e namazit të xumas nëse nuk mund ta lejmë punën? Duhet të flasësh me shefin, me drejtorin, që të tregosh se ti je musliman dhe ki nevojë ditën e xumon 1 orë po shem për të falë xumon. Dhe kjo është obligimi jot. Nëse ai nuk lën, duhet të shikosh një punë tjetër që të lën shefi me falë xumon, se xumoni është obligim dhe nuk bie kjo obligim pse ti je në punë. Se duhet gjesh një, do thotë, mirëkuptim me drejtorin e kompanisë apo shefin tan që të jep një pauzë për ta falë namazin. Ky problem ka qenë në kohën e komunizmit i pranishëm më të madh tek muslimanët e tonë. Por ata më të devotshmit dhe më të bindurit kanë gjetë gjuhë të përbashkët me shefat e tyre ateista dhe komunista. E mos flasim sot për shembull me ndryshimin e sistemit ku kemi kapitalizëm, ku kemi pluralizëm të mendimeve, ku kemi domethënë hapësira për mirë kuptim e kështu me radhë. Kaluarën ka pas raste që muslimani ka shku dhe i ka thonë shefit vet: unë xumon e kam obligim dhe kjo obligim nuk kryhet pa shku në xhami. Andaj kam nevojë që të më japësh 1 orë të lirë ditën e xumon. Dhe i ka thonë përballë kësaj, unë jam i gatshëm që çdo ditë punoj nga gjysmë orë tepër, apo të vi para kohe apo të vazhdoj pas kohe për ta kompenzuar atë orë që e kam, domethënë 5 ditë pune, nga gjysmë orë plus janë 2 orë e gjysmë. Do të i ka dhënë 2 orë e gjysmë plus vetëm për 1 orë po shem ditën e xumos dhe normalisht ai shefi ja ka dhënë dhe bile raste të ndryshme ka kur i ka thonë nuk ki nevojë më ardh para kohë as me net mas kohë, unë e ke për me e dhurat këtë 1 orë kur e ka pas se ai orë tjera të punës i ka kryer do thot me përpikshmëri dhe ka përsos angazhimin e vet në lidhje me punën përkatëse ku ai ka punu. Dhe kështu që edhe sot nëse një musliman punon me një punë dhe kërkon prej shefit apo drejtorit, por pasi që ka dhënë shembull të kujdesit të madh për punën që e bën, dhe është mundu dhe ka dhënë shembull se është mundu ta punon me përpikshmëri punën që e bën. Padyshim se çdo shef dhe çdo drejtor ka më dhënë 1 orë atij pushimi për me fal namazin e xumos në xhami dhe në kohën e vet. Përndryshe, jetë me përgjegjësi dhe llogarin që më dhon Allahu subhanahu wa taala. Pyetja 18 më radh thotë kështu: fali namaz në xhami, pastaj shtrihem aty, meditoj ndoshta edhe flej. A është në rregull kjo? Nuk prish punë nëse ndodh ndonjëherë që muslimani pushon dhe flen në xhami. Madje xhamia në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë multifunksionale. Në xhami është fal, në xhami kanë mësu fen, në xhami kanë mësu shkenca, në xhami kanë analizuar gjendjen politike dhe sociale të muslimanëve, në xhami kanë marrë vendime për lufta, në xhami janë shërut plagosurit, në xhami kanë gjetë strehim ata që janë pa shtëpia. Dhe kështu që xhamia të gjitha këto funksione i ka lyer në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tani nëse ndodh që ke shku në xhami, ke fal namazin dhe pastaj ke pushur dhe ke flet, nuk prish punë, por me kusht që mos mi pengue muslimanëve në adhurimet e tyre. Pyetja 19 thotë: kam një frikë të falem në saf të parë, sidomos kur jam në xhami të mëdha. Frika se do të rrëzohem, andaj falem në saf të fundit. Si e komentoni këtë? Nëse kjo frikë është reale, thjesht do të ke për shembull në mungesë të baraspeshës, dhe nëse falesh në safin e parë ndoshta mund të biesh, s'prish punë nëse falesh më vonë. Do thotë në safat e fundit. Por nëse kjo frikë nuk është reale, thjesht është më tepër iluzion se realitet, falu në safin e parë ose falu afër murit në safin e parë,
që edhe nëse të mirën mend apo e humb atë baraspeshën, ti je i mbështetur për murin, apo fundit nëse ndin momente të caktuara, do thot mungesë të baraspeshës apo të mirën mend, ulu, edhe pse në safin e parë, ulu dhe falu ulur, sepse kjo është plotësimeve që ne ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu që mos e lën safin e parë për shkak të këtyre do të thotë cytjeve apo iluzioneve, po edhe nëse janë të vërteta, falun safin e parë apo në safin e parë afër murit, që nëse të mirët mend apo e humb baraspeshën, të ulesh apo të mbështetesh për muri dhe të vazhdosh namazin në atë formë. Dhe pyetja e fundit për këtë emision thotë kështu: në xhenet a do të falim namaz? Dunjaja është vend i urnave, obligimeve dhe ndalesave. Është vend i angazhimit dhe punës. Në ahiret nuk ka angazhim dhe punë. Andaj obligohemi namaz në dunjë dhe nuk obligohemi me namaz në ahiret. Por nëse don të falësh, falësh. Se don të madhosh Allahun e madhnon, ajo është me dëshirën tonë, pas ki obligime. Andaj të miremi me adhurime, të kryejmë obligimet, të angazhohemi me vepra të mira të rinë në dunjë, sa kemi mundësi, sa kemi hapësirë, se nesër kur do të bartemi nga dunjaja në ahiret, atëherë të japim llogari, edhe kush është vepër mirë e fiton xhenetin, do të kënaqet në xhenet, dhe kush ka qenë vepër lig e jo besimtar, do të kalon në xhehenem dhe do të vuan atje përgjithmonë në xhehenem nëse ka qenë jo besimtar. Pra kështu që në ahiret nuk ka angazhime dhe punë. Angazhimet dhe punët janë në dunjë. Por nëse don besimtar në xhenet të bën adhurime, të lavdron Allahun dhe të falë atij, mund të bën këtë vepër, por se ka detyrë dhe obligim. Kështu na erdhëm deri te funi e emisionit të radhës, duke lutur Allahun Dhul Xhelal vazhdimisht na inspiron sinqeritet në fjalë dhe vepra, na inspiron përgjigje të sakta pyetjeve përkatëse, aty ku kemi qelluar është për Allahut dhe mëshirës së Tij, kurse aty ku kemi gabuar është nga mangësia jonë dhe kurthet e shejtanit, dhe lutim Allahun të na ruan prej kurtheve të Tij, lutim Allahun të na e bjerë të dobishme dhe vepra të mira. Zoti e shpëbleft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.